dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Shoqata e blegtorëve të Qumshtit prezantoi sot kërkesat e saj në dëgjesën për projekt ligjet e paketës fiskale në Komisionin e Financave dhe Ekonomisë. Kryetari i saj, Gentian Lalaj, kërkoi faturim direkt, jo kompensim të TVSH-s 10% me autofaturë. Shoqatat e bizneseve prezantuan sot kërkesat e tyre në dëgjesën për projekt ligjet e paketës fiskale në Komisionin e Financave dhe Ekonomisë. Kryetari i shoqatës së blegtorëve të Qumshtit, Gentian Lalaj, kërkoi që kompensimi i TVSH-s 10% të mos bëhet nëpërmjet autofaturave të lëshuara nga përpunuesi, por me faturim direkt nga fermeri. Për shoqatën e blegtorëve, autofatura e lëshuar prej përpunuesve është abuzive. Nëse shteti do ta njifte fiskalisht fermerin e vogël, që mund të njifte TVSH-ja në faturën që ai do pres për kile misër, kile elb, kile jonç apo çdo produkt që ai mund prodhoj, neve do të ishim të gatshëm të blinim të gjitha produktet që ne na rrethojnë në secili prej nesh në fermat tona. Duke krijuar një treg vendas të hapur, një konkurrencë të ndeshme dhe një zhvillim të bujqësisë mendoj në të gjitha anët, si për blegtorin, si për bujqësinë. Pra, jo vetëm barazimin e TVSH-s, po siç po flitet ky 10% që në të vërtetë as ne s'po e kuptojmë se çfarë është, të ketë mundësinë që ai që e faturon misrin, ta faturoj vetë fermeri, misrin, elbin, apo qumshtin qoftë, ti njifet në sistem TVSH-ja, dhe nëse shteti mendon që duhet të ketë një subvencion 10%, le t'ia japi direkt kundrejt faturës që fermeri lëshon. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe e ka mbështetur kryetarin e shoqatës së blegtorëve të Qumshtit, Gentian Lalaj, duke theksuar se këto kërkesa janë bërë edhe më parë, por sipas tij nuk janë marrë në konsiderat nga Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Ekonomisë. Të gjitha propozimet që bëri këtu zotria apo që i ka bërë kohë pas kohe si grup prodhuesish blegtoral nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë rregullime. Janë rregullime në atë që ne kemi sot pa shtuar asnjë lek kosto mbi buxhetin e shtetit. Kjo historia që ministrit thonë do ta bëjmë kështu siç themi ne, dhe ju jeni të detyruar të bëni këtë që themi ne, ka sjell në këtë gjendje. Ka sjell në këtë gjendje. Tani unë e kuptoj, do bëj një takim të 2 të 3 me ministrin e bujqësisë, ku diun, po ministri i bujqësisë aktuali ishte në Cëriki, dëgjoj para 5 muajsh, 6 muajsh. Ka 2 muaj në detyrë, po mund të reflektonte në një gjë me këtë ligjin që na erdhi përpara, po ministri i bujqësisë tha që jam i kënaqur me skemën e kompensimit të fermerëve. Ministri i Financave, që ishte edhe ministër financash në samitin e Cërikut, i ka dëgjuar këto problematika. Tani të bësh gjën më të thjeshtë, natyrisht edhe vlen më. Gjëja më e thjeshtë ajo ishte që dil nga samiti i Cërikut edhe nxirr policinë në rrugë. Po kjo nuk është gjëja. Nuk është gjëja që zgjidh problematikën që kanë në prodhim. Travel and Tour World e ka vlerësuar parkun kombëtar Divja Karavasta, një atraksion kryesor në vend. Parku, destinacion i rëndësishëm për ekoturizmin, u vizitua në muajin korrik nga më shumë se 52.000 turistë. Travel and Tour World e ka vlerësuar parkun kombëtar Divja Karavasta, një atraksion kryesor për turistët vendas dhe të huaj, fal pozicionit të tij unik në Bregdetin e Shqipërisë. Zona e njohur për diversitetin e saj, peizazhin gjeografik bregdetar dhe rrjetin e shtigjeve, u vizitua nga 305.620 turistë vendas dhe 117.780 vizitorë ndërkombëtar. Piku i turizmit ishte muaji korrik, pasi më shumë se 52.000 turistë vizituan zonën duke shijuar natyrën e qetë dhe të bukur të parkut. Parku Divja Karavasta është vetëm 85 km larg kryeqytetit të Shqipërisë Tirana dhe 20 km nga qyteti i Lushnjës. Vizitorët e parkut mund të udhtojnë me makinë, por ka dhe autobus dhe transport publik nga Tirana dhe Durrësi. Vendodhja e përshtatshme pranë Bregdetit dhe qyteteve kryesore e bën parkun një destinacion ideal për udhëtime ditore dhe vizita në fundjavë në natyrë, si për turistët ndërkombëtar, ashtu edhe për ata vendas. Parku kombëtar Divja Karavasta është një nga destinacionet më të rëndësishme për ekoturizëm në Shqipëri. Parku me një sipërfaqe prej 23.000 hektarësh është shtëpia e një larmie të pasur bimësh dhe kafshësh dhe një parajs për të gjithë vëzhguesit e natyrës dhe zogjve. Parku ka lagunën e Karavastans më e madhja në vend, me rëndësi të madhe në fenomenin e migrimit të zogjve, veçanërisht në lidhje me pelikanin dalmat të rrezikuar.
Parku gjithashtu ka mbi 250 lloje zojsh, gjë që e bën atë një vend të shkëlqyer për vëzhgimin e zogjve dhe një vend me rëndësi globale për mbrojtjen e jetës së shpendëve. Për turistët që adhurojnë natyrën dhe jetën e egër, Parku Kombëtar Divja Karavasta ofron një mundësi unike për të shijuar natyrën e qetë dhe të paprekur. Parku është i pasur me ekosisteme natyrore dhe ka një larmi ekosistemesh si kallamishte, këneta të kripura dhe duna bregdetare. Gjithashtu vizitorët mund të bëjnë ecje në natyrë, ciklizëm dhe shkrepin foto. Parku Kombëtar Divja Karavasta është një ilustrim i përkryer i kontributit të ekoturizmit në zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e natyrës. Ky trend tregon interes të madh në mbar botën për turizmin e qëndrueshëm dhe të fokusuar në natyrë. Ekoturistët tërhiqen nga mundësitë e gjëra të ekoturizmit në Shqipëri dhe biodiversiteti i pasur. Me rritjen e numrit të turistëve në park, të ardhurat e ekonomisë së komuniteteve lokale të varura nga turizmi gjithashtu do të rriten. Të ardhurat e komuniteteve lokale vijnë nga restorantet, akomodimi dhe turet e udhëhequra në natyrë. Parku Kombëtar Divja Karavasta është një shtyllë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të industrisë së turizmit në Shqipëri. Familjet shqiptare janë futur në krizë, pasi numri martesave po bie kurse numri divorceve po rritet. Në familjet shqiptare po ulet numri martesave dhe po rriten divorcet si pasojë e migracionit, varfërisë, kostove të larta të jetesës. Sipas Instat, vitin e kaluar kishte 16.120 martesa, me rënje -7.7% në krahasim me 2023, ndërsa divorcet ishin 4.100 ose 65 më pak se në 2023. Edhe pse numri absolut i divorceve ka luhatje, raporti i tyre për 100 martesa është rritur dukshëm. Në vitin 2021 për çdo 100 martesa kishte vetëm 15.8 divorce, ndërsa në 2024 ky raport arrin në rreth 25 divorce për 100 martesa, niveli më i lartë i 5 viteve të fundit. Ndjeshëm, sot divorci shihet si një zgjidhje e pranueshme dhe jo si dështim, gjë që e bën më të lehtë marrjen e këtij vendimi. Presidenti i Serbisë Vučić po ecën në gjurmët e Miloševićit duke marrë kontrollin e ushtrisë dhe policisë në Serbi. Në një kohë kur mediat perëndimore po flasin mbi përfshirjen e supozuar të Aleksandar Vučićit në skandalin e snajperëve në Sarajev, presidenti serb po lëviz fuqishëm për të forcuar pozitat e tij brenda Serbisë. Sipas mediave në Kosovë, qeveria serbe ka ndërmarrë hapa për të ndryshuar ligjin që rregullon forcat armatosura, duke i dhënë Vučićit kompetenca të zgjeruara, ndërsa lëvizje të ngjashme priten edhe në strukturat e policisë. Këto zhvillime vijnë në një klim të ngarkuar politike, pasi protestat kundër qeverisjes së tij kanë vijuar për më shumë se një vit, duke thelluar më tej presionin ndaj presidencës. Ndryshimi miratuar së fundi në aktin e forcave të armatosura e pozicionon Vučićin de facto si komandant absolut, pasi amendamenti parasheh që shefi i shtabit të përgjithshëm dhe oficerët e ushtrisë të veprojnë në përputhje jo vetëm me ligjin, por edhe me vendimet e presidentit, një formulim që mungonte në versionin aktual të ligjit. Edhe pse kushtetuta i jep presidentit disa kompetenca mbi ushtrinë, titulli i komandantit të përgjithshëm nuk figuron askund. Ndaj analistë si Aleksandar Radić paralajmërojnë se kjo lëvizje përngjan me modelin e viteve 90, ku shtabi i përgjithshëm varet drejt për drejt nga Slobodan Miloševići. Përveç ushtrisë, ndryshimet e fundit në strukturat drejtuese të policisë tregojnë se po synohet një kontrolli centralizuar i të gjithë mekanizmave të sigurisë në duart e kreut të shtetit, duke e forcuar edhe më tej pushtetin e Vučićit në një moment të ndjeshëm politik për vendin. Gjermania hap tregjet e Krishtlindjeve. Me masa të rrepta sigurie u hap tregu i Magdeburgut. Tregu i Krishtlindjeve në qytetin lindor të Gjermanisë, Magdeburg, është hapur pas mbylljes për një vit, ku një sulm me makina vrau 6 persona dhe plagosi qindra të tjerë. Tregu që është një ngjarje e rëndësishme për qytetin u hap pa ceremoni zyrtare, nën masa të rrepta sigurie dhe të rrethuar nga policë armatosur e barrikada betoni, por me njerëzit që sfiduan shiun dhe të ftohtin për të shijuar atmosferën festive, për të ngrënë ushqim dhe për të pirë verë të nxehtë. Gjithashtu janë hapur tregjet e Krishtlindjes në të gjithë Gjermaninë, pasi janë një traditë e dashur në Gjermani me pothuajse çdo qytet të vogël që krenohet me të vetin, ku tregtarët shesin dhurata, verë të nxehtë, salcice dhe ëmbëlsira. Në Magdeburg një vit më vonë, vendasit dhe vizitorët po përpiqen sërish të shijojnë tregun me radhë tezgash prej druri dhe me një pemë të madhe Krishtlindjesh në qendër, pavarësisht kujtimeve të zymta dhe masave të rrepta të sigurisë. Ndërkohë gjyqi i sigurisë së lartë vazhdon aty pranë për sulmin e 20 dhjetori 2024 që përgjaku qendrën historike të qytetit. Autori saudit 51 vjeç akuzohet se drejtoi një automjet të marrë me qara mbi turmën, në një sulm të frymëzuar nga një përzierje problemesh personale dhe pikpamjesh të ekstremit të djathtë dhe anti-islame.
por kostot në rritje dhe kompleksiteti i garantimit të sigurisë pas sulmit të vitit 2024 në Magdeburg apo sulmit me kamion në Berlin në vitin 2016 kanë vënë në dyshim disa nga tregjet, dhe madje dhe tregu i Magdeburgut ka leje vetëm për këtë javë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.